përpjekje që do behej nga ona jonë, mendoj që do t'jetë rezultat dhënëse në zhvillimet e tanishme në Kosovë. Sipas jush, ku ka qaluar ndoshta Kosova, se ku ka ngecur më të shumti në këto vite sa ka qenë në qeverisje e lëvizja vetëvendosje? Po tash po fillum të njihim me radhë dështimet e saj, mund të them që nga... Mbase, diçka që llogaritni më specifike? Buxheti ose shporta familjare është si një diçka të cilën qytetari e prek për çdo ditë. Shtrejtimet e konsumit ose shtrejtimet e shportës familjare kanë kalu aq një shumë të madhe të cilën tash nuk e përballon, mund të them nuk e përballon as rrogat më të larta të cilat ishin më parë në Kosovë. Kur të llogarit çmimet që janë ngrit, që janë nga produktet bazë ushqimore, buka, vaj, të gjitha këto të tjerat, pastaj të tjerat derivatet e naftës, energjia elektrike, zhvillimi ekonomik, rrugët, do të thotë çdo gjë gjatë kësaj periudhe të qeverisjes, të vetëvendosjes, mund të them që kanë ngecur dhe nuk ka mujt me bë asnjë hap parë. Dhe kur jemi tek pjesa pra e sektorit të ekonomisë, inflacioni, ngritja e çmimeve, planifikon PDK-ja ndihmë për qytetarët në këtë drejtim ose masa për përballje me inflacionin, më tepër se sa që ka marrë pra qeveria deri tanishme? Ne e kemi thënë edhe gjatë shpalosjes së programit se pagat në sektorin publik do të rriten me 50%, do të preken kategoritë e dalura nga lufta, të gjitha kategoritë do të preken nga rritja e pagave, pensioneve, edhe ato pagat tjera të cilat për familjet e dëshmorëve të gjithë. Në një formë do të preken gjitha kategoritë me ngritjen e pagave, jo sikur tani që një pjesë e shoqërisë sonë thujase nuk është prek fare, siç janë familjet e dëshmorëve, invalid, veteran të luftës e këto kategori. Them të drejtën, ndoshta është prek sektori me ndihma sociale ose si që janë edhe përkrahja për nënat lehona, po mendoj që ato duhet të jenë të bazuara në ligj dhe mendoj që nuk duhet të shfrytëzohet rasti një herë në vetë ose në 4 vitet ju jepet lëmosh, por duhet me ligj të vendoset që këto kategori edhe nënat të cilat janë të punësuar ose s'janë të punësuar, po kanë nevojë dhe kanë fëmijë të vogjël të ju ndihmohet dhe t'ju del shteti në përkrahje. Nura, kur jemi tek pjesa e shtesave pra cilat mori vendim që t'i ndajë qeveria në detyrë disa ditë më parë, besoni se nuk janë një masë e cila qëllim real e ka përballjen me inflacionin, por po i shihni si një lloj lëmoshë në prag të zgjedhjeve? Po tash çdo njeri mund e ka parasysh ose e merr me mend që po të ishin vërtet për përkrahjen e tyre, do të ishte që nga fillimi i vitit ose që nga funi i vitit të kaluar